Disa shërben si president nga një ndjenjë shërbimi të tjerë nga pasuria personale. Që kur u kthye në shtëpinë e bardhë, Donald Trump ka fituar $1 miliard, nëse jo më shumë vetëm nga Bitcoin, memecoin, tokens dhe investimet e huaja. Akronimi MAGA, që presidenti e përdorte vazhdimisht gjatë fushatës zgjedhore, ndoshta qëndronte pas Make Assets Great Again. Sipas personit në fjalë, ato ishin kohë të vështira që çuan në ngjitjen e tij të dytë presidenciale, duke luftuar me një krizë likuiditeti, një gjob civile prej $500 milion dhe asetet e tij të mbetura të pasurive të patundshme në rrezik shitjeje. 5 nëntori i vitit kaluar shënoi rilindjen e tij financiare dhe jo vetëm kaq. Trump është i vetmi president që ka arritur pasurinë e tij që nga marrja e detyrës përmes transaksioneve financiare dhe të biznesit duke sfiduar konfliktet e interesit. Paraardhësit e tij shmangën situatat potencialisht komprometuese, duke u mbështetur për shembull në trastet e verbra, marrëveshje ligjore që ndajnë një person nga menaxhimi i aseteve të tij për një periudhë të kufizuar kohore, siç është kozgjatja e një posti publik, duke ja besuar gjithçka një administratori të pavarur. Lyndon Johnson, Ronald Reagan, Jimmy Carter, Bill Clinton dhe George Bush bën të njëjtën gjë. Presidenti aktual, megjithatë, ka preferuar të lërë asetet në menaxhim nga fëmijët dhe bashkëpunëtorët e tij, me gjithë përzgjedhjen e paqartë të interesave publike dhe private. Megjithatë, siç ja shpjegoi vetë zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, kush disej gazetës Financial Times, realiteti është se presidenti Trump kishte ndërtuar tashmë një perandori biznesi përpara se të hynte në politikë, kur u bë personi më i pasur që fitoi presidencën në histori. Motivimi i tij vetëm për të lënë pas jetën e tij luksoze për të kandiduar për poste ishte të shpëtonte vendin dhe popullin ton. Ky shpirt filantropik i lavdruar bie ndesh me marrëveshjet shumë milionshë të lidhura pjesërisht falvendosjes së legjislacionit favorshëm. Vet Financial Times i kushtoi një analizë të gjatë temës, duke theksuar se si gati një vit pas zgjedhjeve, Trump nuk ka dështuar të mbajë premtimin e tij për të bërë presidenti i parë i kriptovalutave. Rregulla të tilla si krijimi i një rezerve kombëtare Bitcoin, ndryshimet në lidershipin e agjencive kryesore rregullatore të SBA-s, me figura prohapjes dhe mbyllja e hetimeve ndaj kompanive të mëdha të kriptovalutave, janë vetëm disa nga pjesët që presidenti dhe ndihmësit e tij kanë pozicionuar me zgjuarsi. Rregullat do të shkruhen nga njerëz që e duan industrinë tuaj, jo që urrejnë atë, tha Trump në Nashville në korrik 2024. Thënë thjesht, ai prezanton politika që hapin rrugën për investimet e pensionit në kriptovaluta dhe përfshirjen e bankave tradicionale. Rezultatet ishin të shpejta. Çmimi i Bitcoin arriti nivelet më të larta të gjitha kohrave dhe shumë drejtues të kompanive të kriptovalutave të huaja u kthyen në SBA. Në një nivel personal, Financial Times vlerëson një rritje prej $1 miliard shfitime, kryesisht për shkak të kriptovalutave. Kur u pyet nga gazeta Eric, Trump sugjeroi një nënvlerësim, duke pohuar se shifra reale ka të ngjarë të jetë më e lartë. Megjithatë, në letër, pasuria e tij neto është rritur me disa miliard dollar. Në vitin 2024, Trump kishte shprehur mosmiratimin e tij ndaj kriptovalutave, duke i quajtur ato një mashtrim ose të bazuar në asgjë, apo edhe jo amerikane, sepse ato konkurrojnë me dollarin. Pastaj erdhi ndryshimi i ritmit i zemëruar me bankat e Wall Streetit, të akuzuara se kundërshtonin aktivitetet e tij të biznesit për arsye politike. Trump drejt fundit të fushatës zgjedhore filloi një partneritet të ri dhe intensiv me kriptovalutat. Rastësisht gjatë mandatit të tij, Komisioni i Letrave me vlerë ka mbyllur ose hedhur poshtë çështjet në pritje kundër kompanive të financimit dhe kompanitë e lidhura me Trump kanë bler Bitcoin dhe tokena të tjerë. Lëvizjet e Trump janë një shembull i qartë i shfrytëzimit të detyrës së tij për qëllime ekonomike personale.